Daj! Orec! Daj! Ullu! Mrabakzau! Orec! Daj! Mrabakzau! Ullu! Zonja dhe zotri të auditoriumit në mungesë. Gjyqi ndërkombëtar i fshatit Llapërçin në emër të drejtës humane dhe të drejtës ndërkombëtare pasi shqyrtoi Akpadin, pasi mori në pyetje të akuzuarin, pasi dëgjoi mbrojtje dhe pasi mori të gjithë dëshmitarët në pyetje, sot për herë të fundit do të verifikoj faktet kundër të akuzuarit për krime kundër njerëzimit, ish policin dhe paramilitarin Simo Pandurović nga fshati Svinjare. I akuzuari Simo Pandurović, ashtë ky emri ju i vërtet? Jeste. Po. Përsërite me gojën tënde, emrin, vjemin dhe vendlindjen. Simo Pandurović, i lindur 1945, katuni Svinjare, opshtina Svinjare. Ashtë e vërtet se ju keni qenë polic i Serbisë gjatë luftës në Kosovë? Po, ashtë vërteta. Ashtë e vërtet se ju keni vra, gra, pleq, fëmijë në emër të Serbisë së Madhe? Tako je. Po, është vërteta. Sa njerëz i keni vra, zoti Simo? Ka vra shumë njera, shqiptara, s'po kujtohet taman, mnogo. Dëshmitarët ju akuzojnë se keni vra 27 fëmijë, gra, pleq të pa armatosur. Ashtë e vërtet? Unë e ka vra mallovishe. Sa më shumë? Atë kujtohet numri të vrarve? Unë e ka vra 22 let, 32. Do më thënë 32, apo jo? Tako je. Po. A jeni i sigurt se nuk keni vrarë më shumë? Unë po jam sigurno, nuk e ka vra më shumë. Atëherë? Alo? Yeah. He say. 32. Yeah. Yes. No more. Okay. Gjyqi i pavarur ndërkombëtar i fshatit Llapërçin në emër të drejtësisë planetare, mbështetur në nenin 3, alinea 0 të kodit penal të Burundit, dënon të akuzuarin për krime kundër njerëzimit, Simo Pandurovićin nga fshati Svinjare me 2 vjet heqje lirie. I akuzuari, çfarë keni për të thënë? Koliko? 2 vjet, 2 godine. 2 godine? Mnogo bre, shumë 2 vjeta. Mnogo bre. E pasha zoti Simo më vjen shumë keq. Po të kishit vrarë më shumë njerëz, do t'ishe dënuar shumë më pak. Po kështu i keni vrarë vetëm 32 veta, e ne si gjyq i pavarur na kanë thonë shefat ju dënojmë me 2 vjet heqje lirie për të përmirësuar. Shumë! Kako me 2 godine? Kukulele majko! Mnogo je, što je mnogo? Shumë bre, shumë! Mos o më zitni zoti Simo, burgun do të mbani në Mitrovic dhe do t'jeni të ruajtur nga policia ndërkombëtare. Dhe nëse mërziteni, mundeni edhe me ik. Seanca me ju zoti Simo mori fund. Tjetri! Ngriu! Bravo kësau! Orec! Tjetri! Daj! Orec! Dal, ullu. Daj! Bravo kësau! Orec! Daj! Bravo kësau! Ullu! Zonja dhe zotri të auditoriumit në mungesë. Gjyqi ndërkombëtar i fshatit Llapërçin në emër të drejtës humane dhe të drejtës ndërkombëtare pasi shqyrtoi Akpadin, pasi mori në pyetje të akuzuarin, pasi dëgjoi mbrojtje dhe pasi mori të gjithë dëshmitarët në pyetje, sot për herë të fundit do të verifikoj faktet kundër të akuzuarit për vjedhje në flagrancë Cim Dallaveria nga fshati Llapërçin. Simo Pandurović, ashtë ky emri ju i vërtet? Jo vlla, unë e kam emrin Cim Patrioti, vlla. Cim Patrioti, s'kam lidhjene me Pandura me shpijune pa co. Oh, më falni, zoti Katondar Cim. Si thate keni mbi emrin? Na mbi emrin e kemi Cim Patrioti.
Bukur shumë cim patrioti. Policia ndërkombëtare, derisa po gjunte lepuj në për ugare, ju ka zënë në flagrancë duke vjedhur një këndez jetim. Dhe në këtë mënyrë, ju e keni cënuar rënd të drejtën e këndezave për çakullim të lirë dhe të papengueshëm. Ashtë e vërtet se ju e keni vjedhur një këndez? Kanë e kom vjedh? Këndezin, Knusin. Qa është të brëndlo, Fuelship? Qëre zotmi, unë e Knusin nuk e kom vjedh. Po unë ndash me ditën Knusin e kum pështu prej ores policore se bova ki e këshin mytën. Si ashtu? Pa s'po ti qa me tho bre zoti gjykat. Duhet edhe në shirë thash më spezona i shpi. Se me tho drejt rrash që 2 vjet unë jem nërqodra miti sa burri. E taksiroti shkon kur gjë heq. Mzuni tjeri miti shihri pas jetë san. Dikura dhe lashke thash hade po shkoj pe shpije. Kur tap do thmi, a gjë, më zgaba me livrit se është ora policore. Aha, e unë që shku marrë iri për jores policore këtu në heret shkijeve, tuta nasht ka pasinje, thash shka me bon, atëhere, thash, qyre që aty dykun të mshefna, e u mshefa mas një qenefi. Po pse u shehet ka të ndarit Simo? Që pse u mshefe? Me pështu lëkurën o zoti gjukaco. Pa e di bre sa fort jena gzu kur edhe në këta të hujt. Që shte ke qumili, kanë mi qelë ullët, kanë mi hjeke në orën policore, kanë mi qelë shkollat, e këta shkretit as një se bonen. As nuk e hjeken urën policore, as nuk i qelen shkollat, as nuk i qelen ullët, bile as minat e shkijeve nuk i hjeken. Ra autobusi i nishit min, tam blablabla, cëp e grimu bo, sëd e kësoj dite halo kur së pëndreq. Tani mu le gazetat, jo e boni ky, jo e boni aj, au, arke. Zoti gjukat, shqe që jam qillu në burg, se bova ki që të varpune edhe që do ma kship shtet muhe. Ka të ndarit Simo, leneni politikën, po na thoni çfarë ndodhi pastaj me këndezin. Masaneja, ta na dukoj të mshelin, zoti gjukat, u mshel edhe furra, e unë i shketi me ta undë, so me tjetër vis të shajt bi me flajt. Ta mani ku mshel syt, kikiriki ku, Knusi. Kur i qela si shka me po, Knusi, ma e plehi. E të mene ndridhnet, thash mos penin milicia e mburgosin. Kap setrën e përmi Knusit. Thash mos talon me Knum mo. Kur dikura tek të të gjysë në autë që ashtu të promeqot me Knusin, u lërë dhe Knusi, u lërë dhone. Dikura ro me flajtë. Kur i qëven capa, thash nisna për katon, qka me po Knusi mas meje. Ish, aj heq. Unë e trepsha, Knusi vike mas meje. Qashtu erdhen katon. Ama si e morën katon, kluk milicia mlidhi, mburgosi. Qështu, je se vjedhe, zdi gjo, që e tash para ti e qështu. Ku ju ka zënë policia ndërkombëtare, në zhvend? Bashtë e oborë janë. A mbrenda oborit, apo jashtë? Pa mrena jashtë, zoti gjukat, po tybe nuk e di se ti nuk e din ato që shka bon. Leo me thivo bon, as ka kun garë, as ka kun derviq, që ato dikun. Policia pohon se ju ka zënë në flagrancë bashkë me këndezin jetim brenda në oborit tuaj. Pa si të që kacë, ma si pëllet policia që im ko mrena në bërë, atëhere putuk na me ko mrena në bërë. Do më thënë, këndezin e keni vjedhur dhe e keni sjellën në oborin tuaj. Bukur shumë, a jeni i sigurt që nuk keni vjedhë asgjë tjetër përveç një këndez? Veç një vallohi. Veqere se di që kacë, që për thëmë. Pasha zoten, në the policia ndërkombëtare shka dënë, se unë e Knusin nuk e kum vjedh, edhe paret kalzova. Unë e i thesha ish, a i vike për mas. Unë e tremsha, a i vike për mas. Nuk e di bu shka me thonë. Knusin nuk e kum vjedh. Alo? Yes. Yes. Only one. Yes. No more. Okay. Gjyqi i pamvarur ndërkombëtar i fshatit Llapërçin në emër të drejtësisë planetare, mbështetur në nenin 1 alinea 999 të kodit penal të Burundit, dënon të akuzuarin për vjedhje në flagrancë katundarin Cim Patriotin nga fshati Llapërçin me 8 vjet heshtje lirie. 8 vjet? Po pse bre jarane ke vjedhur vetëm një këndez? Pse nuk e vjedhur diçka më shumë? Pse nuk e ke thyer një bank? Pse nuk i ke vjedhur 1 milion marka? Do t'ishe dënuar shumë më pak. Ndoshta nuk do t'ishe dënuar fare. Po kështu e ke vjedhur vetëm një këndez dhe ja si e përballur me drejtësinë. I akuzuari,
A ke për të thënë diçka në fund? Qa ko me tha, zoti gjykat? Që të falsimin që dul para meje, që i ka mytët 30 kusur shqiptar, e denu të 2 vjeta, Ashtu është. e mu për një knus 8 vjeta. E sakt. E mëre zoti gjykat, lumet na për drejtsin që na ka orë. Mës na lovë zoti pa bashkësinë ndërkombëtare edhe drejtsin.